Një aksident tragjik është shënuar në aksin rrugor Vlorë-Kot në zonën e Drashovicës përgjatë rrugës së Lumit të Vlorës, ku përplasja e 2 automjeteve ka rezultuar fatale. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë një mjet tip Benz dhe një Ford. Dyshohet se përplasja ka qenë fatale dhe drejtuesit e 2 mjeteve kanë humbur jetën në vendngjarje, ndërsa një person i tretë, i cili dyshohet se ka qenë pasagjer, është transportuar me urgjencë në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Forcat e policisë dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për të sqaruar rrethanat e plota të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se shkak mund të jetë bërë shpejtësia e lartë apo manovra e gabuar në rrugë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.